kjo konkretisht në Kosovë? Po, e përmeni, për shembull, e përmeni Venera, zonja Romaj, çështjen e qasjes në fonde. Nëse marrim një proces të cilin tani më të gjitha vendet e Ballkanit janë pjesë e këtij procesi, që është plani i rritjes, të gjitha vendet e Ballkanit kanë pas qasje dhe kanë miratuar në dokumentacionin apo kanë bërë reformat e duhura për të pasur qasje në planin e rritjes. Ky proces është zhvilluar dhe është negociuar gjatë vitit 2024 dhe është miratuar nga të gjitha vendet, rrjedhimisht edhe nga Shqipëria dhe Maqedonia. Dhe deri më sot kujtoj që Shqipëria, për shembull, ka arritur që të përfitojë rreth mbi 163 milion euro nga plani i rritjes, pasi që ka zbatuar 31 nga 41 hapat e nevojshëm. Gjashtë edhe Maqedonia e Veriut ka përfituar rreth 61 milion euro, 63 milion euro, nëse kujtoj nga shifrat, dhe ka qasje në fonde për shkak të reformave që ndërmerren. Kosova e ka negociuar këtë në vitin 2024 dhe e ka miratuar në qeveri, po për shkak se, siç e ka quajtur Parlamenti Evropian, Komisioni për Marrëdhënie Ndërkombëtare i Parlamentit Evropian 2025, në viti humbur, për shkak të vitit e humbur në vitin 2025, nuk ka arritur ta ratifikojë këtë deri në mars të vitit 2026. Dhe si rrjedhoi Kosova nuk ka arritur që të levroj rreth 882 milion euro që janë vendos Kosovës në dispozicion nga ana e Bashkimit Evropian për Kosovën dhe ka humbur mbi 1.5 vite në këtë proces. Prandaj, ky proces procesi i integrimeve evropiane i ka elementet pozitive të saja, pasi që çdo reformë ka në vete edhe qasje në fonde. Përveç kësaj janë edhe reforma tjera të cilat kanë outputet e tyre apo rezultatet e tyre që ngërthejnë në vete të mira për qytetarin. Prandaj, reformat e inicuara, e kërkuara nga ana e Bashkimit Evropian, që vendet të përafrohen afër Bashkimit Evropian dhe të zbatuara nga vendet aspirante, në këtë rast Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Kosova, dhe e kanë edhe elementet pozitive, si qasje në fondet të BE-s, ashtu edhe elemente pozitive për qytetarët në vend. Mirë po, nuk mjaftohen, si që kanë potencuar edhe raportet e Bashkimit Evropian, nuk mjaftohet vetëm me bamjen e një reforme strukturore. Në raste specifike u potencu fakti që ne kemi ligje dhe strategji të mjaftueshme, por të cilat nuk janë mjaftueshëm të zbatueshme apo mungon zbatimi i tyre. Dhe prandaj edhe në raportet e Bashkimit Evropian specifikohet që specifikisht në rastin e Kosovës mungon një track record pozitiv, sidomos në sektorin e drejtësisë, në zbatimin e reformave të inicuara nga ana e vendeve në përgjithësi e Kosovës në veçantë. Zoti Sejdiu, nuk është që Kosova vazhdimisht ka pasur shumë probleme për sa i përket politikave dhe po ashtu hartimit të legjislacionit. Pra, vazhdimisht ka pasur një progres në këtë drejtim, ndoshta për shkak të obligimeve dhe prezencës ndërkombëtare që kemi pas në Kosovë, që në fakt ka qenë një fat i mirë. Ku qëndrojnë sfidat kryesore në zbatimin e reformave në praktikë? Në mes në një ide që kisha kur ndërtoi pyetjen, merrem me një tjetër dhe po provoj nga kjo e fundit që merret tash së voni në mendje. Është tradita administrative që shtetet e kanë. Pra Kosova është i vetmi shtet që ka më së paku tradita administrative nga këto vendet e Ballkanit Perëndimor përjashtë Shqipërinë, edhe duke qenë pjesë e Federatës Konfederatës Jugoslave. Pra si krajina autonome nuk e pas mandat se tu është vetë qeveris krahaso me republika tjera. Pra ato republikat e tjera, rasti i Kroacisë ose Slovenisë, në atë periudhë kohore kanë pas minimumit një qeverisë të vetëm brenda.
Ndërkaq ne kemi pas të pamundur në çështjet e tilla. Pas konfliktit, pas përfundimit të luftës në vitin 1999, Kosovë vendosën 2 misione. Faktikisht në kuadër të Ruzës 2024, KFOR-i dhe UNMIK-u. KFOR-i me mandatin e plot për rendin dhe rrugën e sigurisë publike, UNMIK-u komplet sistemin administrativ. Në fazën e dytë përfundon me shpalljen e pavarësisë e pastaj me fazë tranzicioni deri pas vitit 2010. Pra mund rritë me çështën se po ka qenë fatimisht që kemi pas edhe administratën ndërkombëtare në vend. Por kjo çështje sigur nuk i ka dhënë vetëm rezultatet veta më të mira të mundshme, por ka shkaktuar ato penalizime dhe pengesat në qeverisë që institucionet është dashur të kenë nga momenti i shpalljes së pavarësisë së tutje. Por një mungesë e tillë e një përvojë të vazhdueshme administrative që Kosova ka pas në relacion me vende tjera dhe në arkun kohor deri tash kur po flasim dhe kur e sheh nivelin e pjesëmarrjes së Kosovës dhe të vlerësimit, i bie që Kosova ka një hap të madh të ndërmarrë në këto periudhë viteve kohore. Por diçka që nuk duhet ta na shkalojë asnjëherë. Por ka do vite që janë bë prej kur kemi pasur gjithçka në dorë. Në vitin 2012 ka përfunduar pavarësia mbikëqyrur dhe gjitha kompetencat i kemi pas në dorë, pothuajse në gjithçka. Sakt. Dhe nga e periudhë kohore deri tani, në mungesë të plot kornisës ligjore në kuptimin për të dhënë se thonë fytyrën e parë të shtetit dhe të administratës kanë filluar pikërisht nga viti 2013 të tutje. Mjafton të përmendim ligjin për organizimin dhe funksionim të administratës shtetërore, ligjin për zyrtarët publik, ligjin për pagat. Pra këtu janë mekanizmi mbi cilin funksionon administrata. Dhe në mungesë të saj, ose të ligjeve paraprakës që kanë qenë edhe nga administrata ndërkombëtare, ne kemi pasur nevojë të përshtatim edhe në nivel në kontekstin tonë lokal, për të nevojat tona si administratë, si institucion, dhe me qëllimin e vetëm, pra në qendër të kësaj jetë qytetari, kuptimin e politikave që ne ndërtojmë, ofrimit të shërbimeve në favor të qytetarit. Pra, arsye pse po përmend këtë periudhë kohore është që dallon thjesht një shtet i cili mbi 20 vite, 30 vite ose 40 vite keni tradit dhe një shtet i cili bën këto lëvizje që nuk kanë varr prej teje. Dhe Kosova ka lëviz në vlerësimin tim bukur mirë. Po vështirësitë që ne provojmë të identifikojmë është e vërtetë. Edhe vlerësimet ndërkombëtare thonë këto janë kapacitete të mangëta brenda administratës publike që të bëjmë boll këtyre trendeve të zhvillimit dhe të reformës së administratës publike. Administrata publike, zoti Sejdiu, a ka kapacitete reale që të zbatoj këto reforma, apo problemi është te menaxhimi, te koordinimi? Unë vlerësoj që administrata publike është në mes njerëzve dhe tjetrës. Pra, ka kapacitete për shkakun që nëse shikojmë historikisht Kosova ka pasur momentume të caktuara kur edhe në mungesë të qeverisë për muajt të tonë të krizave shumë procese janë zhvilluar pikërisht nga administrata publike. Pra nuk ka mbetë peng i saj. Po në anën tjetër, këto trendet të reja që vijnë, ne kemi nevojë që të kemi një administratë shumë kompetentë rreth saj, shumë të profilizuar rreth saj, të trajnuar dhe më shumë me profesionistë të ri që duhet të rrihen brenda administratës. Pra kjo është ajo që ne provojmë. Ne çapo provoj të shpjegoj është që do të ndoshta të kalojmë nga faza tipike e asoj idesë legaliste, por që është thjesht një ligj dhe zbatimit sa më të mirë të plot në praktik të saj. Kështu që ne konsiderojmë që kapacitetet e administratës publike janë aty, por ka nevojë për përmirësim. Kjo është e pamohueshme në fakt. A ka mekanizmat llogaridhënies në rastet kur nuk zbatohen këto reforma? Po sigurisht që po. Dhe a janë funksional? Ne kemi mekanizma që tash fillojnë të ndërtuar mirë, janë atë dhe janë në veprim të plot. Tashmë, çka duhet më ndodh, që më lënë të shpjegoj është që në mungesë të një veprimi të cilët kushdo nga një titullari i institucionit nëse nuk arrin të përmbushë të ush mandatin në zbatim të këtyre reformave, ka edhe mekanizma dhe janë të zbatueshëm ato në kuptim të asaj se kush është përgjegjësia jote kundrejt një reforme të caktuar. A ka ndonjëherë masa që e marr ndaj zyrtarëve të caktuar, përgjegjësve të caktuar që nuk i kanë zbatuar reformat? Tash ne kemi një farbazë ligjore ku themi qoftë delegimin e kompetencës, po në anën tjetër edhe mbikëqyrjen e atij që është deleguar një kompetencë e caktuar për të kryer detyrë të caktuara. Dhe nëse në fund të çdo kuadri strategjik po e flas, bëhet një farë vlerësimi, një farë analizë e punës dhe të shoqë që rezultatet kanë munguar sigurisht të kemi drejtuar tek institucioni rrjedhëmisht tek ai që ka qenë përgjegjës për zbatimin e tyre ose jo. Kjo derivon me atë që ne e quajmë në kuptimin e rendit hierarkik të dokumenteve, planifikimit dhe plani punës, qoftë për institucionin dhe pastaj një plani individual të personit përgjegjës. Dhe këto aktivitete sikur derivojnë pastaj, ka një farë shkallshmërie deri në planin tim individual të punës dhe nëse ato kanë reflektuar atë dhe s'janë zbatuar sigurisht që për mua minimalisht do të jetë një vlerësim negativ i performancës dhe në anën tjetër nëse dëmet janë të mëdha sigurisht mund të shkojë edhe deri në marrjen të mosave të tjera ndaj zyrtarëve që duhet të kryejnë obligimet e tyre.
Faleminderit. Zonja Ramaj, e shohim si